Prej kur ka fillu të ketë ngjecje në raport me procesin e votimit për fillimisht kandidatën për krye parlamentare, zonjën Haxhiu, pastaj vazhdimet e shumta të seancës tek pjesa e votimit të komisionit për votim të fshehtë, e deri tek pastaj ndrimi i kandidatëve për krye parlamentare, u pa që domethënë nuk kemi arritur të kemi një shumicë në raport me shumicën domethënë minimale që duhet qoftë për votimin e kandidatëve të kryesisë së kuvendit apo edhe për qeverinë. Më shumë ka qenë perceptim se në momentin kur të konstituohet kuvendi do të jenë votat për qeverinë për shkak se mund të arrihet një marrëveshje, gjithsesi pritje optimiste në raport me diskutimet që kishin filluar edhe me 3 deputet nga Nisma apo pjesa e koalicionit fillestar AK Nisma, ndërsa gjithashtu ka pasur edhe përpjekje dhe bisedime me deputet individualisht nga komunitetet jo shumicë, jo serbe, siç e pam njëri prej tyre i cili edhe abstenoi, por pa sukses deri në momentin e arritjes seancës për votimin e qeverisë. Ajo që ka fatkeqësisht është e vërtetë është se kemi pasur një kohë të gjatë humbje në raport me procesin, me kërkesat për gjykatën kushtetuese, me masën 2 herë të vendosur nga gjykata dhe pa nevojë në një farë mënyre është stërgjatë ky proces kur ka mund të përmbyllet shumë shpejt. E pare punës dhe e dyta që cila do vendimarrje që unë prej ndoshta seancës së 7 ose 8 kur e kam pa mungesën e vullnetit dhe gatishmërisë për të biseduar, kam thënë që në këtë atmosferë dhe në këtë frymë politike e cila është në kuvend ose në mungesë të kompromisit, zgjedhjet janë vetëm zgjedhje. Tash po shihet që pashmangshëm ne po hymë në një palëzgjedhje të reja të jashtëzakonshme parlamentare, përkundri që një zgjidhje e përkohshme ose ndërmjetme do të mund të ishte një qeveri e pakicës me agjendë për miratim të buxhetit dhe disa prej marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat do të mund të zhbllokonin fondet e bllokuara edhe nga Bashkimi Evropian, nga plani i rritjes, por gjithashtu edhe nga marrëveshje tjera me shtete bilaterale të cilat po mbesin pa u votuar. Unë nuk mund të flas për këtë pjesë se asnjëherë nuk kam thënë se i kemi votat në këtë pjesën e fundit kur e kom pa që nuk po mund të konfirmohen 61 vota. Po them edhe një herë, ka pasur deputet që kanë qenë më optimist për procesin e diskutimeve dhe ajo me të ditur çka është bërë edhe për opinionin publik. Përmenda ka qenë 3 deputet të nisme socialdemokratë dhe deputet individual nga pakicat jo shqiptare, jo serbe, gjithsesi nga komuniteti jo shumicë, jo serb, jo shqiptar. Edhe përtej asaj të tjera informacione për deputet individual nga parti tjera shqiptare, gjithsesi nga 3 partitë e diritashme opozitare nuk kam, gjithsesi nuk kam informacion për diskutime, më shumë ka qenë ndoshta perceptimi përgjithshëm, sidomos në raport me deklaratat e tyre kur ishte bllokada e kuvendit, siç ishte rasti të deputeti i Aleancës Beg Berisha e disa deputet tjerë që ndoshta janë pa mundësitë ose hapësirat që mund të ketë diskutim. Por përgjithse për to ka qenë lëvizja vetëvendosje gjithsesi kryetari dhe kryeministri Kurti, ndërsa përderisa nuk rezultoi kjo në votim të qeverisë dje, u pa që nuk ka konfirmime pozitive për mbështetje nga këta deputet. Kjo ka qenë një proces i cili pastaj e hapte, si të themi, terrenin për vazhdimin e procesit tjetër, që do të thonë të plotësimin e organeve të kuvendit. Në situatën e zotit Rashić me kalimin e tij në qeveri vjen një deputet tjetër nga partia e tij në postin e deputetit dhe pastaj nominimi për nënkryetar të kuvendit. Në rastin e zotrit Bashës ky ka qenë një diskutim gjithsesi një pozicion i cili është trajtuar më herët, ndërsa në radhën e propozimeve që janë bërë për kryetar të kuvendit, kemi, domethënë vetëm ai arriti nga 5 propozime nga grupi parlamentar Lëvizjes Vetëvendosje të marrë votat për kryetar të kuvendit, pastaj edhe ajo pjesë do duhej të plotësohej, gjithsesi fillimisht janë nën kryetar të kuvendit, mandej edhe kryetari i kuvendit, që në një farë forme procesi do të mund të plotësohej pas votimit të qeverisë. Përkundrejt që e tërë kjo, do të thënë si të them si proces votimi, u pa se mund të ngecë në herën e parë, siç edhe ndodhi që qeveria nuk i mori votat, prandaj kuvendi mbetet paraqitës sa është edhe afati kushtetues deri në shpërbërjen e tij për zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Po, kjo është, natyrisht ne jemi në një partneritet tashmë të natyrshëm që do të bëhen zgjedhjet e katërta me radhë, përkundër që midis të parave dhe këto të fundit dhe të ardhmeve është një hapësinë shumë e vogël kohore. Ka qenë dhe mbetet një kërkesë jona e besoj edhe e Partisë Guxo që zyrtarisht të nënshkruhet koalicioni, për shkak se janë edhe problemet e menaxhimit të fondeve nga fondi demokratizimit dhe pastaj vetë edhe zyrtarisht në një farë forme konfirmimi i prezencës dhe hapësirës për secilin subjekt, mendoj që e shton vlerën edhe për lëvizjen vetëvendosje që thuhet se domethënë jemi në këtë partneritet. Herën e kaluar, të jem tërësisht e sinqert, ishte afati, zgjedhjet janë shpallur në mes të gushtit, ndërsa afati për koalicione ka qenë në fund të gushtit, gjithsesi vetëm 2 javë kohë, edhe përse ishin zgjedhje të rregullta, do të thotë ato të parat që u mbajtën në një mandat të plotë qeverisës, dhe për shkak të kërkesave statutore nuk arritën lëvizja vetëvendosje që të plotësojnë këtë kusht, përkundërse gjatë gjithë fushatës kanë trajtuar si një koalicion formal. Prej do të thotë shenjave tek hapësira, tek diskutimi, tek materialet që janë shpërndar për partitë, edhe për Partinë Guxo, edhe për ne si alternativë. Unë besoj që tashmë kemi hapësirë kohore të paktën brenda afateve, edhe që do të jenë shumë të shkurtuara, por që tashmë e dim se çfarë na pret dhe do të trajtojmë një koalicion zyrtar. Do të thotë nuk e shoh që ka hapësirë diskutimi me subjekte tjera për çfarë do bashkëpunimi para zgjedhor. Mendoj që duhet të fokusohemi në fushat, duhet të fokusohemi që të arrijmë maksimumin e natyrisht të jemi shumë të vetëdijshëm për krejt çfarë na ndodhi pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, në mënyrë që të njëjtat gabimet mos përsëriten për zgjedhjet kurdo që caktohen, besoj tash në muajin dhjetor. Para zgjedhor, mendoj që është pyetje për lëvizjen vetëvendosje, se ne si partneri vogël i këtij koalicioni nuk na takon në fakt të vendosim, i takon partnerit të madh për shkak se edhe hapësira edhe menaxhimi i këtij procesi mbetet atyre. Pas zgjedhor do të mvaret nga rezultati i zgjedhjeve. Përkundrejt se unë besoj që do të kemi një rezultat më të mirë se zgjedhjet e 9 shkurtit. Ajo është çka ne jemi përpjekur vazhdimisht që të tregojmë edhe konstruktivitetin, edhe bashkëpunimin gjatë kësaj periudhe, përkundrejt se kemi pasur shpeshherë situata ku partitë deri tashmë opozitare as nuk kanë marrë pjesë në proces votimit, ku 3 herë kanë dërguar lëndë në gjykatën kushtetuese, ku gjithë kjo vonesë përkundrejt se po mundohet të na faturohet ose të thuhet se është përgjegjësi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, ndoshta në këto rrethana ka qenë pjesa më e vogël e përgjegjësisë, si rrjedhoi e këtyre ngjecjeve ose mungesës diskutimeve, mungesës vullnetit, qoftë edhe refuzimi që tulesh në tavolinë dhe të diskutosh për situatën. E mbanin mend të gjithë kur ishte kryesuesi sipas moshës zotëri Dehari, kur ftonte partitë të diskutonin për procesin e votimit në Kuvend, i vinin dhe i thonin se nuk je kompetent. Kur erdhi votimi i nënkretarëve të partive të Komitetit të Shumicës, kërkuan konsultime duke thënë se tashmë duhet të kemi marrëveshje, përkundrejt se asnjë nga ato partitë, domethënë ato nuk e kërkonin vetë, kërkonin partitë e Shumicës shqiptare negocimin. Domethënë ka pas vazhdimisht çësje kontradiktore, të thënë thjesht. Nuk ka qenë synimi për të arritur deri te konstituimi, ka qenë synimi te shtyrja. Edhe pse vazhdimisht ju kemi thënë që na sfidoni, domethënë na sfidoni të hyjmë në afate kushtetuese, ja që hyjmë në afate kushtetuese. Kjo është shumë e thjeshtë, do të ishte të bëhej më herët. Shumë e lehtë do të ishte të menaxhohej në aspektin kohor, edhe për vendin, edhe për proceset, edhe për buxhetin, edhe për motin, edhe për fushatën. Sikur i gjithë ky proces, edhe nëse nuk do arrinim të kishim shumicën, të ndodhte më herët dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme të radhës të kryeshin më herët. Por ishte kjo qasje e tyre që në një farë forme unë besoj personalisht që kanë kalkuluar edhe me rezultatin e zgjedhjeve lokale, pashmangshëm, dhe tashmë kanë ardhur në këtë pikën ku nuk mund të shtyhet më. Dhe tashmë e kuptuam që me muajin dhjetor do të përmbyllet edhe viti, por edhe gjitha shpresoj procese zgjedhore të hapura për vitin 2025. Unë shpresoj edhe jam e bindur se do të punoj maksimalisht që të kemi më shumë. Me qartësi më të madhe, me grup parlamentar më të madhe, vendimarrja është më e lehtë. Prandaj e kemi parë më herët, e pam tani dhe jam e bindur që mesazhi është i qartë për të gjithë. Megjithatë, edhe ne kemi marrë mesazhe nga qytetarët në raport edhe me qasjen edhe me komunikimin, por gjithashtu edhe me çështjet programore të cilat janë në interes të qytetarëve. Një gjë kemi të gjithë të qartë, nuk kemi kohë për të humbur, nuk mund të shtyjmë më tutje, si dhe procesi i konsultimeve pas zgjedhjeve duhet të jetë
sa më efektiv, përmbajtësor dhe i shpejt për të arritur tek vendimarrja e cila nuk bën të shkaktoj dëm ose vonesë për qytetarët e Republikës. Unë besoj që i vetmi ndryshim mund të jetë në rast se ka vullnet të deputetëve caktuar për të votuar qeverinë dhe mandatarin, këtë rast kryeministri Kurti, mund të garantojë se i ka 61 vota dhe të thirret një seancë tjetër brenda afatit kushtetues. Kjo është e vetmja formë, por jam e bindur se nëse nuk ka ndryshim të qasjes ose të pozicioneve, zgjedhjet siç po shihet, po shkojmë deri në atë drejtim. Jo, unë besoj se në brenda këtij 24 orëshi deputetët e kanë pasur mundësinë ose do ta kenë edhe në ditët dhe orët në vijim hapësirën për të reflektuar. Procesi zgjedhor është proces zgjedhor dhe ne natyrisht që përgatitemi edhe prej më herët e kemi ditur se zgjedhjet, siç e kam deklaruar publikisht, janë vetëm zgjidhje e qëndrueshme, duke i marrë parasysh edhe procese të tjera, zgjedhjen e presidentit, pastaj praverën e vitit tashëm. E vetmja mënyrë për një qeveri e cila mund të ketë një afat më të shkurtër ka qenë votimi ose pranimi i qeverisë Kurti të propozuar dje në mënyrë që të tejkalohet kjo blokada me çështjen e buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Unë personalisht nuk kam në veçanti shpresë, por nëse ata kanë reflektime, le ta vlerësojmë vetë. Ka deputet fatkeqësisht se ju kanë thënë edhe në seancë disave që e kanë parë për këtë periudhë të shkurtër kuvendin, ose kanë marrë këtë mandat dhe do të jetë mandati më i shkurtër ndonjëherë në Republikën e Kosovës për deputetët që janë zgjedhur. Disa për herë të parë, ndoshta edhe të fundit, disa për nuk e di, a do të kenë mundësinë të zgjidhen prapë, por ka qenë një mundësi për të tejkaluar një ngërç të krijuar si rrjedhoj me pasoja tjera për qytetarët dhe ndoshta me reflektim dhe konstruktivitet për deputetët. A do të ketë diçka të tillë, nuk e di, them të drejtën, por mundësia ekziston edhe për 9 ditë të mbetura për çdo që mund të ketë 61 numra, në këtë rast për kryeministrin Kurti dhe lëvizjen vetëvendosje, por natyrisht edhe individualisht deputetët të cilët nuk kanë votuar për këtë qeveri, që domethënë kushti të jetë kalimi vetëm i pikave të rëndësishme që të evitojmë blokadën e shtetit. Është në diskrecion të presidentes. Domethënë presidentja mundet gjithashtu në konsultim me parti politike të pyesë se a është dikush i gatshëm të sjellë 61 numra ose emra të deputetëve, por gjithmonë mbetet diskrecioni i saj.